Bushat, ti nuk se bët këtë mirë betë, që bët këtë me Batonin, në fillim, këtë debatin, por... Unë aty do riprapa. Ti dile aty prapë, mo, zotri po thuaj për caktimin tënë. Tani për këte dhe të zbrezim poshtë. Ti e nga të vetmit drejtus që nuk i dëgjon fare të ftuarit. Mentori në e odhi dorezën. Dhe tha, mos diskutojmë ne dha çështjet globale. Kthehemi ke fshati jonë i vogël. Dhe unë i thash, hajtë kthehemi, pa i nuk donë të rinë të fshati. E ai vazhdoi, na bëri vretje ne, po vazhdoi. Na bëri vretje, po vetë ai ndaj një tërkon dhe unë oqja vëmendje. Tani unë çatë ai thot mua ti mos fol për të kthehemi. Më penën vetull aty ndërpreva çfarë? Të kthehemi un pak tani. Ku jemi këtu? Ktheu. Se e di pse jemi ne te ky debat, se për Shqipërinë rëndësia e këtij bordit paqes është zero. Por ne po bëjmë këtë debat sot se ka hedh një gur në lumë një Hallexhi. Rama. I erdhi një cop letër, si që ka vajt 10 krerëve të shteteve, dhe këtu, fal një makinerie të shmëndurake propagande, kjo bë temë nacionale. Dhe doli dhe një bib, po të mbash mendhi, Ministria Jashtme, që tha... Dhe doli dhe një bib, si Mamica, atere, e kuptojnë njerëzit, doli një bib si Mamica, dhe tha, dëgjoni dha, edhe gjëra që nuk ishte aty në letër, se i ka mbajt shnim. Donald Trump i tha, na tregoj se lideri respektuar botror është Edi Rama, duke caktuar Trump. Dhe ne u futëm pa pritmas në një idiotësi 3-4 ditore që sa i madhe është Edi Rama, shi në Çtryeza, si në Çtryeza e ka ullur ky Shqipërinë, një vënd i vogël që një burr i gjatë i ka dhënë peshën e një vëndi të madh. Dhe ç'a ndodhi? Erdhi letra që isoj si letra e Ramës, e kishte marrë dhe ky Tolani, kryetari Partisë Komuniste të Vietnamit. Pastaj e kishte marrë dhe Lukashenko. Dhe u çfry kjo puna që sa të mëdhej jemi dhe shqyqyro zot që na ka rënë për pjesë Edi Rama. Pastaj thanë, as një tjetër ballkanik, sepse është roli dhe pesha e Shqipërisë që ne na vjen kjo ftesë. Pra, bordi paqes më shumë se sa drejtimi që do t'i japi botës, ne na vlen si pasqyrë se në spital të çmendurish jetojmë ne. E kupton që vjen një copë letër që dhe bëhet çështje kombëtare kot masi kot. I ku grue botës atje, Vjosa Osmani, i dha dorën, për numër e kishin thirrur, dhe atë, as ajo s'ka nej pesh. Dhe folja jo. Dhe shumë nga ty nuk ka nej pesh, sepse Donald Trumpi atje ka zgjedh një serial jesmenësh për ndaj të cilëve do të cilët si padron. Dhe prandaj Europa e ka refuzuar. Tani, ne, dhe prandaj kisha replikën me Batonin, ne bythlëpirjen e quajmë dimension gjigant ndërkombëtar. Është dimension kjo. Pra, ai të merr për bythlëpirës të fton atje, dhe ne jemi duke... Jo, Shqipëria, unë nuk ka nej tabu, mund të thoshte edhe po, mundet... Jari e ka kjo problemi. Prit, edhe mund të pra, nuk e quaj gabim ose gaf të thënit po, unë di që kjo qeveri... Jari e ka kjo problemi. Jo vetëm Pjari. Pjari e ka erësuar arsyen... Unë e di, jo, mos ma ka erësu, ty... Ta kishte erësu. Se unë bëj PR, kështu që... Se unë nuk kritikoj tjere të mos flisni për çështje globale, dhe kur pytem për çështje lokale, flas vetë për çështje globale. Më erësimër arsye se kjo s'ka. Po ta mbaroj pastaj me këto se kënë si cmice personale pa lidhje. Problemi është këtu... Që se Batoni do ndryj vetë pas pak sa të mbërë i bështet. Problemi është këtu
se është e drejt pyetja preqore, në fund to janë llafe, do ta pranonte apo jo? Unë nga kjo qeveri, deklarata diplomatike mbaj mend vetëm një për Kosovën, që Edi Rama, dhe bëri me të madhe, atëherë thoshte, është hera e parë që qeveria jonë në 10 vite, 11 vite sa kishte atë kohë, nuk është linjëzuar me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Pra quhet thyerje e madhe në politikën tonë të jashtme, kur nuk linjëzohemi. Në këtë sens, mund të kishte pritur. Nuk kishte pse mblidhej qeveria me urgjencë dje e parlamenti me urgjencë sot. Mund të kishte konsultime me BE-n, mund të kishte periudhë reflektimi, por të gjitha këto vinë nga jo që është një halexhi që ka edhe gurin lumë që i duheshin gjitha shpejt dhe t'i bënte shpejt e të shkonte në Davos, hajde de, po s'kishte në inzitim se a i s'qeas aty në Jo, duhet. ma i këne firmos atje të shpje bardhë. Po pra, po kishte ko, a i mund t'a firmos edhe në mars. Kriti vajzën këtu. Mund t'a, dëgjo, Po më po. vajzën, Jo se e kemi tem. mund të presi dhe Sorosin, po them gjë tjetër. Po them që nuk kishte urgjencë, Qartë. thoshte, po ditën e parë të mblidhte qeverinë online, të mblidhte kuvendit. Vrapim. Pra, nga vjen kjo nuk është një politike matur e jashtme. Këto janë hallet e një personit vetëm. Dhe gjithë tamburët që sa i madhe Edi Rama Toni pastaj. është për t'i shërbyer hallit të madh që ka ky personi vetëm. Baton? Po s'po di ka të nisëm e para të thuash se ky është spekulim ose ne spekulojmë për një rand të ri botnor, edhe nëse është kjo iniciative Trumpit, ajo mund gjatë 2 ose 3 vjet edhe të shuhet, kjo është gabim logjik politik, për mu. E para, kur randi ri niset për i perandorive, dhe në këtë rast, perandoria, që farë është Shtetet Bashkuara të Amerikës, i mbledh shtetet në fillim këto që janë. Mund të bëj vetëm një pyetje për sqarim. Ky rendi i ri, mund të na përkufizosh për cilin rend flitet? Si e ka emrin? Po mundohem... Nuk është krijuar pra. Po mundohem të sqarojmë. Ore, për rend e ri botrore kemi emisionin. Jo. Se unë të kam thëmë për tonë ndërkombëtare, nuk vi. Po folëm ku do shkoj bota, unë s'jam... Ne kemi për Shqiprinë. Ne lokaliteti ynë, ne të shkretët ku povem. Këtu e kam unë. Nuk jam interesuar as me thanë se dikush është Bythyl Pirës i këtij portit paqes, pra aty se s'ka kuptim ajo fjali. As nuk mund të them që njeriu i cili ka marrë letër po bën propagandë.